plot madhështi, krijove ti, aftësi pra fut, dhe zambakun plot me vet, e shpirtin ti, që ti t'kërkoj. Jezus të falenderoj, që nuk ne gjatë e plot mundi, mua më kërkoj e ti, të fshehur në mëkatin ti. Zjarë të dorën e gjagosur, dorën ti me forcë të ngove, me ato kur mos u ndar. Falemder, i Zot, falemder, i Zot, falemderi, o Zot. Falemder, i Zot, falemderi, o Zot.
Mirë, do kemi kohë në frime se vëllezrit bëhen gati me çantat. Nëse kemi dikush që është për të parë sot, duam të urojmë mirëseardhjen, pa ju vënë në siklet. Dikush që është për të parë sot? Daj dhe sa gëzim. Lavdi Zotit, që jemi bashkë të adhurojmë, të këndojmë, edhe të lavdërojmë Zotin, sepse është i denjë. Këtë të premte që vjen, fillon konferenca. Unë sot do të kemi lajmërim edhe më pas, por sot do të shohim diçka nga fjala e Perëndis si një, le të them, një lloj preludi për konferencën, por jo se është konferenca, në fakt, por sepse ne kemi nevojë të gjithë. Një predikim për fjalën e Perëndis është shumë i nevojshëm për ne të gjithë. Zoti na ka folur përmes fjalës së gjallë, që është Jezu Krishti, dhe fjalës së shkruar, që është kush? Bibla, apo jo? Libri që ne lexojmë edhe studiojmë sa bekim që është. Pasazhet sotshëm, që pasazhet më të njohur të fjalës Perëndis, që ne e përdorim, e citojmë shpesh për inkurajim, për nxitje, sepse është ky. Ja ta lexojmë bashkë. Para se ta lexojmë, më lejoni të them që është ndër ato pasazhe kur fjala e Perëndis flet për veten e vet, se si është ajo. Shikoni se si është fjala e Perëndis, është një pasazh vërtet shumë i njohur, thotë sepse fjala e Perëndis thotë është e gjallë dhe vepruese. Mbajmë pret se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjave dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij, por gjithçka është lakuriq dhe zbuluar para syve të atij, të cilit ne duhet të japim llogari. Le të lutemi bashkë. Atë faleminderit për këtë ditë, faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit për fjalën Zot. Vërtet është një mrekulli që ne kemi në duart tona dhe kemi mundësi të njohim mendjen tënde, Zot, përmes këtij libri të mrekullueshëm. Faleminderit Zot që e kemi mundësinë ta lexojmë, ta studiojmë, ta dëgjojmë edhe ta jetojmë njëkohësisht, Zot, ta përjetojmë besnikrinë tënde përmes këtij
përmes fjalës tënde. Faleminderit për këtë kohë sot, lutem që të na flasësh o Zot, folu zemrave tona, na ndrysho Perëndi. Edhe merr ti o Zot lavdin që ty të takon. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Fjala e Perëndisë është e gjallë, është vepruese, më e mpret se çdo shpatë me dy teje, është depërtuese, është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Kur i lexon këto fjalë thua, çfarë lloj, çfarë është fjala e Perëndisë, vërtet, edhe të bën të mendosh se sa e mrekullueshme është fjala e Perëndisë. Tani në vargun 11 dua që të shohim kontekstin. Autori e Hebrejve thotë, le të jemi të zellshëm pra, të hymë në atë preje, që askush të mos bjerë në të njëjtin shembull të mosbindjes. Ai u drejtohet Hebrejve, duke u thënë atyre që disi është puna, në të kaluarën ju keni pasur probleme në lidhje me bindjen ndaj Perëndisë, në lidhje me besimin ndaj Tij. Edhe në të vërtetë, të hysh në prejen e Zotit do të thotë që të hysh në shabatin e Tij, të përjetosh prezencën e Perëndisë. Edhe praktikisht kjo, si thua, do të verifikohej me hyrjen e tyre në tokën e premtuar, nëse e mbani mend, ky ishte misioni që Zoti i dha Izraelit në atë kohë. Edhe në të vërtetë, kjo ishte sa i takon anës historike, që ata të hynin në këtë prehje të Perëndisë, të përjetonin plotësisht prehjen e Zotit në zemrat e tyre, në jetën e tyre, jo thjesht në një vend ku rrithe qumësh dhe mjalta, ashtu siç thuhet në fjalën e Perëndisë, që ishte një vend i bekuar. Ky është kuptimi i këtyre fjalëve në mënyrë metaforike. Shprehet Zoti aty. Po për ne, cili është zbatimi? Do të thënë, para se të jap zbatimin për ne, le t'ju jap zbatimin tjetër që është doktrinar ose profetik. Populli i Perëndisë pritet që të futet në shabatin e Zotit, që është periudha 1000 vjeçare, apo jo. Ata do të përjetojnë në atë kohë prehjen e Perëndisë, paqen e Perëndisë. Është shabati i Zotit, është dita e 7, është kështu? Dita e 7, edhe është periudha 1000 vjeçare. Do të thënë, ndërkohë që nga ana praktike për ne si zbatohet kjo? Kjo zbatohet sepse paqja e Zotit, preja e Perëndisë gjendet në jetën tonë përmes bindjes ndaj Tij, ashtu siç e shohim këtu. Përmes bindjes ndaj Tij. Paqja e Perëndisë edhe le të them përmbushja e misionit të Zotit në jetën tonë, le ta them në këtë mënyrë, si thua, sjell atë preje, atë paqe, sepse të prehesh në Zotin ose të kesh paqen e Perëndisë do të thotë që Zoti ka një punë për të bërë, që ne të përmbushim veprën e Tij, misionin e Tij. Nuk do të thotë që ne të rrim tani edhe vetëm kaq kemi hyrë në prejen e Zotit sepse u mbështetëm tek vepra e kryer e Krishtit në kryq përpara 2000 vitesh, i besuam atij dhe vetëm kaq. Jo. Nuk është kështu në fakt. Jeta e besimtarëve nuk duhet të jetë që hajde u shpëtuam. Një jetë e shpëtuar, ose le ta them kështu, një shpirt i shpëtuar dhe një jetë e humbur. Jo e humbur për në ferr, po një jetë e humbur jo për lavdinë e Perëndisë. Mund të kesh shpirtin të shpëtuar, po nga ana tjetër jeta nuk e, si thua, nuk e përmbush vullnetin e Zotit, misionin e Perëndisë që Zoti na ka dhënë, edhe ne nuk e përjetojmë përmbushjen e Perëndisë, prejen e Tij, paqen e Tij ashtu siç duhet në të vërtetë, por jetojmë për qëllimet tona edhe Zoti thotë ki kujdes sepse për shkak të mosbindjes tuaj. Për shkak të mosbindjes tuaj u tha këtyre. Juve nuk hyt në preje. Është e rrezikshme një gjë e tillë. Tani le të flasim për karakteristikat e fjalës së Zotit që na jepen në këtë pasazh, sepse doja të shpjegoja pak kontekstin, por së pari një fjala e Perëndisë është e gjallë. Amen. Fjala e Zotit është e gjallë. Në Bibël thuhet tek Isaia kapitulli 55 para se ta lexoj që fjala e Perëndisë është e gjallë. Do të thotë që fjala e Zotit ka jetë. Prandaj ne kemi marrëdhënie me fjalën. Nëse nuk do të kishte jetë fjala e Perëndisë, nuk do të kishim marrëdhënie. Fjala e Perëndisë, si thua, shëron. Fjala e Perëndisë kuron sëmundjet e njerëzve, sëmundjet e zemrës si njeriu. Ndryshon jetët e njerëzve, i transformon ato. Fjala e Perëndisë mbart jetën dhe fuqinë e Perëndisë. Ajo fjala e Perëndisë vepron. Ju e dini që Perëndia me anë të fjalës krijoi gjithçka, apo jo? Në Bibël thuhet që ai foli dhe gjëja u shfaq. Pra Zoti me anë të fjalës krijoi gjithçka. Fjala e Perëndisë është e tillë. Kështu do të jetë fjala ime, thotë Zoti, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua,
pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Fjala e Perëndis. Fjala e Perëndis komunikon jetë. Ajo është e gjallë dhe nuk mund të veçohet nga fuqia e Perëndis vetë. Prandaj unë thash që fjala e Perëndis ka fuqi transformuese. Fjala e Perëndis bën që njerëzit të pendohen, të ngushëllohen, të forcohen, të inkurajohen, të transformohen. Jetët e tyre transformohen. Pse? Sepse bien në kontakt me fjalën e gjallë të Zotit. Prandaj ne kemi marrëdhënie me fjalën e Perëndis. Edhe autori i Hebrejve u thot këtyre në kontekst besimtarëve hebrejnë që juve duhet ta kuptoni që Zoti është Zoti edhe ai mban premtimet. Ai mban premtimet, kujdes me fjalën e tij, sepse fjala e tij është e gjallë. Edhe premtimet e tij janë të besueshme, por edhe paralajmërimet e tij janë po aq të sigurta. A doni të hyni në prejen e Perëndis, në paqen e tij? A doni të hyni në prejen e tij? Dhe kjo ishte thënia e autorit të Hebrejve. Është një shembull në Dhjatën e Vjetër ku Izraeli ishte në robëri nga mbreti Nebukadnecar i Babilonisë, edhe ishte mbreti Sedekia në atë kohë i Izraelit, i cili ishte një mbret rebel ndaj Zotit. Ai për shkak sepse Jeremia, profeti i Perëndis, thoshte fjalë kundër ecjes së mbretit Sedekia dhe kundër Izraelit në atë kohë, ai e burgosi profetin Jeremia. Ai ishte tradhtar në sytë e tij. Edhe kur mori një mesazh nga mbreti i Babilonisë, ai u ndje shumë ngusht mbreti Sedekia. Atëherë Sedekia ose duhet të dorëzohej në dorë të mbretit Nebukadnecar, edhe në këtë mënyrë do të shpëtonte populli i Perëndis, ose në qofse nuk dorëzohej, qyteti do të digjej, edhe Izraeli do ta psonte keq. Edhe nuk dinte se nga t'ja mbante, megjithse profeti Jeremia ishte në burg, ai vetë kishte futur në burg, ai dërgoi që ta marrin, ai nuk kishte nga t'ja mbante. Nuk kishte nga t'ja mbante, ta çfarë do të ndodh me ne? Ishte gjendur në një darë presioni. Atëherë cila do të ishte zgjidhja? Edhe mbreti Sedekia dërgoi ta marrin Jeremian, e pyeti fshehurazi me toni pak në shtëpinë e tij. Dhe i tha, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Jeremia u përgjigj, po ka. Dhe shtoi, ti do t'jepesh në dorë të mbretit të Babilonisë. Interesante, a ka një fjalë nga ana e Zotit? A ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Kur ke probleme me punëdhënësin, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Kur humbet dikush punën, apo shkollën, apo çfarë do që humbet në jetën e tij, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Kur ju duhet paguani borxhin, nëse jeni në borxh, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Kur je në hall, kur je poshtë, ndoshta, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Jeremia, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Unë dua të di, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Po ka në fakt. Ka fjalë nga ana e Zotit. Nëse i ke këto probleme në lidhje me jetën tënde, me punën, me shkollën, me situatën tënde financiare, me marrëdhëniet shoqërore, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Ka fjalë nga ana e Zotit. A do që ta gjesh se cila është fjala e Zotit për jetën tënde, për situatën tënde? A ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Nëse nuk di se nga t'ja mbash, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Kur shkrimi flet, Zoti na flet. Kur fjala e Zotit flet, Zoti na flet. Pra ky libër nuk është, le ta them kështu, me që jemi, domethënë duke studiuar për fjalën e Perëndis, nuk është një fjalë e vdekur, e shkruar në ca copa letrash ose në një libër sikundër e kemi. Por është një fjalë e gjallë. Shkrimi jeton. Shkrimi jeton, është i gjallë dhe ne do të flasim për këtë. Ky është një fakt, kjo është e vërtetë. Dhe kur ne lexojmë fjalën e Perëndis, një person na flet, diçka e mrekullueshme ndodh. Ne kemi një marrëdhënie me Perëndinë e gjallë. Edhe Perëndia është pranë nesh dhe komunikon me ne me anë të fjalës. Pyetja është për ne dhe sfida është si i përgjigjemi ne atij që na flet. Cili është reagimi ynë? Ose i nënshtrohemi asaj që Zoti na thot, ose nuk i nënshtrohemi edhe refuzojmë. Mirë po nuk mund të mbetemi indiferent. Fjala e Zotit është e gjallë. Shikoni disa vargje, domethënë fjala e Perëndis na ka dhënë në jetë. Te letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë thuhet, të rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, thot me anë të fjalës së gjallë të Perëndis, që mbetet për jetë, sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi e njeriut, çdo lavdi njeriu si lulja e barit, bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë. Kjo është fjala që u është shpallur si ungjill, mbani mend, sepse fjala e Zotit gjithashtu është lajm i mirë. Është lajm i mirë
për njerëzit që duan të besojnë Perëndis. Edhe konsiderohet lajm i mirë. Fjala e Perëndis për njerëzit që duan të besojnë atij është një fjalë që jep shpresë, që është e gjallë. Edhe në të vërtetë Isaia kapitulli 40 dhe vargu 8 thuhet bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis mbetet për jetë, sepse fjala e Zotit është e gjallë. Fjala e Zotit është e gjallë, nuk humbet. Gjërat që nuk janë të gjalla do të humbasin. Fjala e Zotit është e gjallë. Edhe nëse duam që t'i japim jetë dikujt, le t'i flasim atij fjalën e Zotit. Edhe ky është kuptimi. Jezusi tha qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Fjala është e gjallë për shkak të natyrës së Zotit. Pse? Pse fjala e Zotit është e gjallë? Sepse Zoti është i gjallë. Amen. Mos le ta si thua ta përthithim këtë gjë sepse kemi vargje në Bibël që tregojnë që Zoti është burimi i jetës, ai është i gjallë. Është jo gjallë, po është i gjallë. Është plot jetë. Pra e kuptoni ndryshimin? Jo është gjallë, Zoti është gjallë. Zoti gjallë është. Po është i gjallë. Është plot jetë. Prandaj në fjalën e Perëndis thuhet vinë re vëllezër tek Hebrejnë kapitulli 3:12. Se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë mosbesimi që të largohet nga Perëndia i gjallë. Tek Jeremia 10 vargu 10 thuhet por Zoti është Perëndia e vërtetë, ai është Perëndia i gjallë dhe mbreti i përjetshëm para zemërimit të tij toka dridhe dhe kombet nuk mund të qëndrojnë përpara indinjatës së tij. Fjala e Zotit është e gjallë sepse Perëndia është i gjallë, është fryma që jep jetë. Ju kujtohet shembulli me dishepujt që ata u skandalizuan kur ai tha që duhet hani nga mishi im dhe të pini nga gjaku im, edhe Jezusi e kishte fjalën jo për të pish gjakun në mënyrë literale, fizike, apo të hash mishin e tij, trupin e tij, kufomën e tij, nuk është ky kuptimi. Edhe ata nuk arrinin ta perceptonin një gjë të tillë. Edhe Jezusi po u fliste atyre në mënyrë simbolike. Edhe thotë është fryma që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që unë po ju them thotë janë frymë dhe janë çfarë? Jetë, janë frymë edhe janë jetë. Edhe për disa midisjush që nuk besojnë sepse janë disa midisjush që nuk besojnë sepse Jezusi e dinte që nga fillimi, cilit ishin ata që nuk besonin dhe cili ishte ai që do ta tradhtonte. Dhe thoshte, për këtë arsye ju thash se askush nuk mund të vite ku nëse nuk i është dhënë nga Ati im, që ka i çast shumë nga dishepujt e tij, u tërhoqën dhe nuk ecnin më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve, a doni dhe ju të largoni? Atëherë Simon Pietri u përgjigj atij, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. Ti ke fjalë jetë të përjetshme. Edhe ai është fjala e gjallë. Jezusi, fjala e shkruar është Bibla, është shkrimi që ne kemi. Edhe vërtet është e mrekullueshme. Kur lexojmë në mëngjes, lexojmë fjalë jete. Bibla është një libër i veçantë sepse është një libër që ka gjithë këto mijëvjeçar që ndryshon jetë njerëzish. Që ndryshon jetë njerëzish. Fjala është vepruese. Apo jo, fjala jote është e gjallë, fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, thuhet e Hebrejnë 4 vargu 12. Po, ashtu është. Në fakt ajo ka fuqi të përmbush qëllimin për cilin është dërguar. Ne lexuam këtë varg, ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa pa ujitur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjellë të marrë faren dhe të siguroj bukën për të ngrënë, kështu do të jetë fjala ime, dal nga goja ime, ajo nuk do të kthehet, nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Po, patjetër. Edhe prandaj ajo ka fuqi gjithashtu edhe për të shpëtuar, tek Romakët kapitulli 1 thuhet, sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin, thotë, të cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun, sepse drejtësia e Perëndis është zbuluar në të me anë të besimit, në besim, siç është shkruar, i drejti do të rrojë prej besimit. Nuk thot prej besimit të tij, por është një besim që është besimi i Krishtit. Dhe ky është një besim i veçantë. Jakobi kapitulli 1 dhe vargu 21 thot, prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Edhe fjala shpëtim nuk i referohet gjithmonë në Bibël shpëtimit nga ferri, por i referohet edhe shpëtimit nga ndonjë rrezik ose ndonjë gjë tjetër. Në rastin konkret, shpirti që është njeriu vet, sepse njeriu është një qenie tripartite, siç do ta shohim edhe më pas, ka shpirtin e tij, është shpirt. Edhe shpirti ka lidhje me mendimet e njerëzit, ka lidhje me vullnetin e njerëzit, me mendimet, me emocionet e njerëzit. Edhe vërtet Zoti na ndihmon që shpirti ynë të rigjallërohet përmes fjalës së tij,
që ne të transformohemi, për të rihemi në mendjet tona me anë të fjalës së Zotit. Fjala e Zotit ka shumë fuqi, sikundër ne do ta shohim së bashku. Fjala e Perëndis. Përmes fjalës ne rilindim, apo jo, të rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet. Me anë të fjalës së gjallë, ja ku e keni, fjalës së gjallë të Perëndis. Perëndia është i gjallë, amen, plot jetë. Fjala e Zotit është e gjallë, gjithashtu plot jetot, me anë të fjalës së gjallë të Perëndis që mbetet për jetë. Ai na ngjizzi me vullnetin e tij, me anë të fjalës së vërtetës, që ne të jemi një farë fryt i parë i krijesave të tij. Edhe vazhdon fjala e Perëndis, për shembull, ka efekt tek ata që e besojnë, tek Hebrejt 4 vargu 2 thotë në fakt ne si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi atyre sepse nuk u bashkua me besimin tek ata që e dëgjuan. Pra, fjala e Zotit punon tek ata që e besojnë. Prandaj thuhet te ky vargu i njohur që ne e citojmë edhe këtë shpesh, falënderojmë Perëndin pa pushim, thotë, se kur e morët fjalën e Perëndisë që dëgjuat nga ne e pritët jo si fjalë njerëzish, por sikurse është në të vërtetë si fjalë Perëndie që dhe vepron ndër ju, që në ju që besoni. Është aftë gjithashtu të na ndërtoj. Ja ku e kemi te Veprat kapitulli 20 dhe vargu 32 dhe tani o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, thot Pali, që është në gjendje të ndërtoj. Pali po largohej nga kisha e Efesit, po shkonte në një mision, edhe ai tha që unë po largohem tani dhe po ju lë te fjala e hirit të tij që është në gjendje të ndërtoj, dhe t'ju jap trashëgimin në mes të gjithë të shenjtëruar. Sa e bukur është fjala e Perëndisë, prandaj edhe kisha, jo vetëm njerëzit, por kisha duhet të ndërtohet mbi këtë bindje, që fjala e Perëndisë ka të njëjtën fuqi transformuese, njësoj si në atë kohë kur u fol, kur u nxor, ose kur u shkrua, le të them, që ne e kemi një kopje. Zoti mund të flasë dhe gjithçka të ndryshoj. Fjala e Zotit na pajis për çdo vepër të mirë, gjithashtu te letra 2 të Timoteut thuhet i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejshje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu Perëndis të jetë i përkryer thotë tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Jo për disa vepra të mira, po për çdo vepër të mirë. Për çdo vepër të mirë. Prandaj është e nevojshme që ne ta njohim fjalën edhe më shumë, që të jemi të pajisur për çdo vepër të mirë. Jo për disa, edhe për disa të tjera jo. Jakobi, kapitulli parë, vargjet 21 dhe 22, thot, prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe mbeturin ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj, lexuam pak më përpara, por bëhuni thot bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Vërtet fjala e Zotit ka fuqi, por është kur ju e jetoni fjalën e Perëndisë, ju e tregoni që ju i besoni fjalës së Zotit, e dëgjoni edhe i bindeni fjalës së Perëndisë. Fjala e Zotit është efektive. Interesante aty, tek Hebrejt 4:12 thuhet që fjala e Perëndisë, sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, thot, më e mprehtë se çdo shpatë me dy te. Nuk thot e mprehtë, por thot më e mprehtë. Interesante, më e mprehtë. Ky është kontrasti. Pse e krahason fjalën me një shpatë? Sepse fjala e Perëndisë mund të veprojë edhe si një armë gjykimi kundër mosbindjes. Krahasohet me një shpatë, sepse është e tillë. Unë do t'ju jap një ilustrim. Do t'i referohemi kohës së Mojsiut, kur populli i Zotit nuk i besoi Perëndisë. Edhe si rezultat, Zoti i tha, ju nuk keni për të futur në tokën e premtuar. Në atë kohë ata ishin në Kadesh Barnea. Edhe fjala e Zotit ishte shumë e qartë, për shkak të mosbindjes tuaj, për shkak të mosbesimit tuaj, juve nuk do të hyni me siguri në vendin që u betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefuneut dhe të Jozueut, birit të Nunit. Në kapitullin 14 gjithashtu, në vargjet 42-43 thotë, mos u ngjitni sepse do t'ju mundin armiqtë tuaj. Është fjala e Zotit duke folur. Zoti nuk është më mes jush. Para jush në fakt ndodhen kush? Amalekitët dhe Kananejt, mbajini mend këtë. Dhe ju do të rrëzoheni nga shpatat e tyre, thotë, sepse jeni larguar nga rruga e Zotit. Zoti nuk do të jetë me ju. Tani kjo është e frikshme. Pasi ata e morën këtë fjalë nga Zoti, e dini çfarë? Një pjesë e tyre thanë, jo, po tani do të futemi. Tani do të futemi dhe me kryenërsi nuk ju bindën fjalës Perëndisë, edhe hodhën hapin.
për të futur në tokën e premtuar. Ndërkohë që Zoti kishte thënë, "Hey, di si është puna, mos u fut. Mos u fut." Edhe çfarë ndodhi? Megjithatë, thuhet tek numrat 14, ata patën guximin të ngjithen në majtë të malit, por arka e beslidhjes së Zotit dhe Mojsiu nuk lëvizën nga mesi i kampit. Atëherë Amalekitët dhe Kananejt, të dy këta, ja ku i keni, që banonin mbi këtë mal, zbritën poshtë, i thyen dhe i vunë përpara deri në Horma. Tani kjo fjalë, e cila u tha atyre ju nuk do të hyni, u shndërrua në një, ashtu si kundër e shohim, në një shpat që i goditi ata. Kjo është shumë e veçantë. Do me thënë, problemi i tyre që, ose le ta them kështu, përballja e tyre nuk ishte bën me Amalekitët dhe me Kananejt, por përballja e tyre ishte me Zotin. Përballja e tyre ishte me Zotin. Kështu që kujdes me fjalën e Perëndisë. Fjala e Zotit është një armë, edhe nëse ti nuk e përdor, mund të pritesh. Mund të pritesh vetë. Nuk di si ta përdorësh, mund të luash me të, mund të mos dish si ta përdorësh, sepse nuk di ta përdorësh, nuk e beson, atëherë do të pritesh vetë. Edhe kjo është e rrezikshme. Përballja e tyre ishte me vetë Zotin, kur përballemi me fjalën e Perëndisë, përballemi me Perëndin vetë. Kujdes. Nëse Zoti na thot diçka, le të mos bëjmë të kundërtën. Sepse ajo fjalë e Zotit është një shpatë që do të jetë kundër nesh pastaj. Do të pritemi vetë. Zoti është luftëtar. Tek Eksodi kapitulli 14 dhe 14 i tha Izraelitëve, Zoti do të luftojë për ju dhe ju do të rrini të qetë. Zoti është luftëtar. Kështu që më mirë të jemi në skuadrën e tij. Pali e kuptoi këtë gjë dhe tha, luftën e mirë e luftova. E kuptoi. Tha, më mirë të jem në skuadrën e Zotit. Më mirë të jem një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. Ti pra i keq, thot Pali, se një ushtar i mirë i Jezu Krishtit, i thot Timoteut, dishepullit të tij, asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk gatrohet me punrat e jetës që t'i pëlqej atij që e mori ushtar. Pra, le t'i pëlqejmë Zotit si një ushtar i mirë i tij. Prandaj Bibla thot, merrni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e ligë dhe të qëndroni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Si mund ta përballosh jetën e krishterë pa shpatën e frymës? Si mund ta përballojmë në jetën e krishterë pa fjalën e Zotit? Është e pamundur. Nuk mundemi. Është pjesë e armatimit të Perëndisë. S'është për të luajtur, nuk është për të tallur. Kujdes se mund të vritesh, sepse është armë. Mirë është ta njohim armën, një ushtar, do me thënë e njeh mirë armën e tij. Një ushtar. Përndryshe, kur armiku vjen, pritet Zot rrezikun, apo jo? Kështu që kur nuk i dëgjojmë mesazhet e fjalës, kur nuk lexojmë Biblën, kur nuk dëgjojmë predikimet, merrni edhe për krenarën e shpëtimit, thotë dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Zoti na stërvit. Ne duhet ta pranojmë fjalën e Perëndisë, sepse fjala e Zotit ka efekt. Në gjanë e saj, për shembull, ne në moshën më të re, e kishim qejf të shikonin këto filmat me ninja, nëse tani kanë ndryshuar gjërat, po Bruce Lee, domethënë gjëra të tilla. Edhe filma për shembull samuraj që kishin ato shpatat apo jo që si prisnin ato. Edhe me të vërtet kur e mendon në këtë këndvështrim, mund të kesh një shpatë të tillë, është e bukur nga jashtë, por nëse nuk di ta përdorësh, nuk ka vlerë, apo jo, nuk ka vlerë një gjë e tillë. Edhe Zoti na ka dhënë një armë të fuqishme, dhe nëse nuk dim ta përdorim, për çfarë na vlen fjala e Perëndisë, ajo është depërtuese. Në fakt, këtu dua që të ndalemi diçka më shumë, sepse ajo është më e mpredh thot se çdo shpatë me dy te. Dhe thot depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave. Shikoni pak çfarë fuqie depërtuese që ka fjala e Perëndisë. Aty thuhet depërton thot në ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Edhe pastaj thot të nyjeve dhe të palcave. Nyjet dhe palcat kanë lidhje me kë? Me anën fizike, apo jo? Ndërsa
shpirti dhe fryma kanë lidhje me anën frymërore të njeriut. Tani, qëllimi i autorit e brejnëve këtu nuk është që të tregoj le të them natyrën ose përbërjen e natyrës njeriut, që është një qenie që është e përbërë nga trupi, fryma edhe shpirti, siç përshkruhet te letra e parë Tesalonikasve, kapitulli 5. Por është më tepër për të treguar që di si është puna, fjala e Perëndis depërton edhe aty ku njeriu nuk mund ta perceptojë, ta imagjinojë. Aty ku njeriu nuk e bën dot ndarjen, aty ku Zoti e bën ndarjen. Fjala e Perëndis ka një fuqi depërtuese të tillë. Ka një fuqi depërtuese të tillë. Në motivet, në synimet tona, në subkonsciencën tonë, nëse do të përdori një term që përdoret rëndom sot nga njerëz që studiojnë në fushën e mendjes, arsyes, psikologjisë, materializuar nga shumë njerëz që merren me studime në këtë fushë dhe që kanë vështirësi për të kuptuar se si funksionon njeriu. Fjala e Perëndis depërton aty ku njeriu nuk shkon dot. Nuk futet dot. Ju thash, shpirti lidhet me jetën tonë mendore, emocionale, me vullnetin e njeriut, ndërsa fryma lidhet me jetën tonë shpirtërore, në lidhje me Zotin. Kjo është ideja. Edhe këto janë ngushtësisht të lidhura. Kemi shpjeguar më përpara dhe në kish thjesht për dhënë një ilustrim, ashtu siç thuhet tek letra e parë Tesalonikasve 5, që sepse trupi juaj, frymë dhe shpirt të ruhen pa të methot deri në ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Letra e parë Tesalonikasve 5 vargu 23 mos gaboj. Pra, trup, frymë edhe shpirt. Ky është njeriu, do të thotë një qenie me 3 pjesë, ashtu si Zoti është një trini apo jo. Ati, biri dhe fryma. Fryma e shenjtë. Dhe këta 3 janë një. Edhe njeriu është bërë në shëmbulltyrën e Perëndis. Trup korespondon me anën e dukshme apo jo. Jezu Krishti, që e bëri Perëndin të dukshëm, është ati i cili në esencë nuk mund të shihet, apo jo, e korespondon shpirtit të njeriut, është edhe fryma që korespondon frymës njeriut. Fryma e njeriut, në momentin që dikush i beson Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, bëhet një me frymën e shenjtë të Zotit. Fryma e shenjtë e Zotit vjen dhe hyn brenda tij dhe fryma e njeriut bëhet një me frymën e Zotit. Është një martesë, po them nga ana frymërore, letra e parë Korintasve kapitulli 6. Po njeriu është një qenie tripartite përsëri. Trup, frymë edhe shpirt. Nëse do ta ilustroja në mënyrë simbolike, thjesht është ilustrim, i ngjan si një, nëse kemi parasysh një top, apo jo, ka kopertonin. Brenda kopertonit kush është? Komardarja. Komardarja me çfarë mbushet? Me ajër. Prandaj në Bibël thuhet te letra e parë, tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 3 që njeriu i shtyr nga fryma, shkon nga e çon fryma, sepse nga frynera, kjo është ideja, dhe fryma krahasohet me erën në Bibël, me ajrin. Interesante. Edhe shohim që shpirti ka formën e trupit, ashtu si komardarja merr formën e kopertonit të topit, thjesht për të dhënë një ilustrim, për të krijuar një imazh se si është, edhe mbushet me ajër, apo jo, mbushet me ajër që të quhet ashtu, top. Edhe Zoti i fryu njeriut në vrimat e hundës një frymë jete, thuhet e Zanafilla kapitulli 2, edhe vargu 7. Interesante, dhe njeriu thotë u bën një qenie e gjallë, qenie e gjallë. Shumë interesante kjo gjë. Edhe fjala e Zotit depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Interesante, fjala e tij arrin pikërisht aty duke ndriçuar jetën tonë mendore dhe atë shpirtërore. Fjala e Zotit ndriçon. Kur futet aty, janë do ta shohim së bashku të ilustruar me një shembull, po të nyjeve dhe të palcave. Ne dim që nyjat lidhin kockat dhe palca gjendet brenda kockave, apo jo. Të paktën kështu kuptojmë anatominë e njeriut, se si është ndërtuar.
Edhe çfarë do të tregoj me këtë që edhe fjala e Zotit në mënyrë figurative depërton aty ku askush nuk mund të depërtojë, domethënë jo vetëm në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, po thotë të nyjave dhe të palcave. Interesante. Personi i nënshtrohet efektit të fjalës Perëndis. Është thjesht një gjumë metaforike për të thënë që asnjë pjesë e jetës tonë, e dukshme apo e padukshme, ndër ne, nuk mund t'i shpëtojë, le të them, ndikimit ose depërtimit të fjalës së Zotit. Vërtet janë njerëzit që therin mish edhe i shikoni ju që ndajnë gjitha pjesët aty që ku shkoni te kasapi për t'u dhënë një ide, për të kuptuar që ajo gjëja që ata presin është totalisht e ekspozuar përpara tyre. Edhe fjala e Zotit na jep këtë lloj të kuptuari që është një lloj skaneri shumë i fuqishëm se sa puna e një njeriu të tillë që pret mish aty, ku viktima është ekspozuar ndaj kasapit, totalisht. Fjala e Zotit është një skaner me reze X, që skanon çdo detaj të trupit njeriut. Thjesht për të treguar çfarë fuqie që fjala e Zotit ka. Mendoni pak, vëllezër motra, që ne u krijuam me anë të fjalës Perëndis. Çdo gjë u krijua me anë të fjalës së Zotit. Në molekulat, atomet që ne njohim, përbërjen e lëndës, gjithçka mbahet nga Zoti. Edhe ai është krijuesi. Kështu që fjala e Zotit depërton, ky është kuptimi, depërton deri në palc të qenies sonë. Deri në palc të qenies sonë. Fjala e Zotit. Prandaj është bekim që ne të ekspozohemi ndaj Krishtit. Të bëjmë këtë lloj skaneri për të kuptuar se çfarë nuk funksionon me jetën tonë. Çfarë nuk funksionon. Të shikojmë në detaj cilat janë problemet tona, ashtu si dikush shkon dhe bën një skaner apo një rezonancë magnetike. Fjala e Zotit na skanon qenien tonë. Gjithçka që ne jemi edhe kemi. Nuk mund t'i shmangemi dot ekspozimit të fjalës së Zotit, është e pamundur. Fjala e Perëndis gjykon mendimet dhe qëllimet e zemrës, nuk gjykon vetëm sjelljen nga jashtë, çfarë duket, pamjen e dukshme, jo. Gjithçka nga brenda, motivet, çfarë qëndron mbrapa, ato që janë zakonisht të fshehura, që nuk duken, që nuk shprehen gjithmonë. Fjala e Zotit i gjykon. Vërtet është marrënice të kuptosh se vërtet fjala e Zotit është në gjendje, është depërtuese, domethënë, deri në ndarjen e nyjeve dhe të palcave. Shikoni se si përshkruhet në mënyrë grafike Satani, të cilin Zoti e krijoi, dhe shikoni gjuhën figurative se si flet Zoti këtu për Satanin. Te libri i Jobit ne kemi studiuar në Kish, në kapitullin 40 thuhet, shiko Behemothin që e kam bërë një lloj si ti, ai hap barin si kau, thotë, ja, forca e tij qëndron në ijet dhe fuqia e tij në muskujt e barkut të tij. E lëkund bishtin si një kedër, nervat e kofshëve të tij janë të thurura mirë. Shikoni me vëmendje. Kockat e tij janë si tuba prej bronzi, kockat e tij janë si shufra hekuri, thotë. Ai është e para nga veprat e Perëndis, vetëm ai që e bëri. Kush është ky? Zoti mund t'i afrohet atij me shpatën e tij. Thënë ai që Satani që kockat i ka si shufra hekuri, do të thënë aq të ngjitura me njëra tjetër. Vetëm Zoti mund t'i afrohet atij. Doni çfarë krijese që është Satani, e para nga veprat e Perëndis thuhet. Dhe vetëm ai që e krijoi, ai që e bëri, mund t'i afrohet atij me shpatën e tij. Që të depërtoj vjen re përmes tyre. Imagjinojmë dot, kjo është e vështirë për ta kuptuar, nga ana frymërore shumë e vështirë, vërtet është shumë e vështirë për ne. Por ama mund të kuptojmë këtë gjë kur
Satani shkoi tek Jezusi, ndërkohë që ai ishte në mish, i kufizuar në trajt njerëzore për ta tunduar, apo jo, ju kujtohet? Luka 4, Mateu 4. Cilat ishin fjalët që dolën nga goja e Krishtit kur Satani sulmoi? Është shkruar. Është shkruar. Është shkruar. Vetëm me anë të fjalës Perëndis që është shpata e frymës, lexuan. Është shkruar. Din çfarë thot Jezusi aty, që ai e di shumë mirë që fjala e Perëndis mund të depërtojë, vetëm fjala e Perëndis mund ta depërtojë dhe shpojë atë qenie për cilën e lexuam aty. Mendoni se çfarë lloj fuqie, vëllezër motra, ka ky libër që ne e kemi në duart tona. Çfarë fuqie që ka ky libër? Prandaj ky libër transformon. Shëron jetë njerëzish, kuron sëmundjet e zemrës, që njerëz habiten, mjek mrekullohen. Disa gjëra që nuk i bën dot njeriu, fjala e Zotit i bën. Fjala e Perëndis ka fuqi. Fjala e Perëndis ka fuqi. Prandaj pali e quan atë shpata e frymës. Ja pra, merrni dhe përkrenarin e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis. Fjala e Zotit depërton thellë. Kemi shembuj në Bibël. Janë shumë shembuj, unë thjesht një dua t'ju jap. Kur Stefani, që ishte djak i kishës në Jeruzalem, ai po u predikonte hebrejve. Edhe po u thoshte atyre duke bërë një panoram të jetës së kombit të Zotit, edhe po u tregonte atyre duke u folur me krijimin, profetët, edhe i solli gjërat tek Jezu Krishti, duke u thënë atyre që juve e kryqëzuat, juve e dënuat të drejtin. Edhe duke thënë fjalën e Perëndis, shikoni, arriti një moment kur ata i dëgjuan këto fjalë. Ata u therrën në zemër të tyre. Pse? Sepse fjala e Zotit depërton aty te shtresat e zemrës dhe të pret, të therrë. Fjala e Zotit ka një fuqi të jashtëzakonshme. Dhe ata kërcëlluan dhëmbët kundër tij. Ose do t'i besonin Jezusit, ose do të shkonin të nevrikosur në një drejtim të paditur. Fjala e Zotit i ndan gjërat, është një shpatë. Është e gjallë, është vepruese, ka efekt, është depërtuese. Por fjala e Perëndis gjithashtu gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrës. Në fakt, ashtu është, kjo është pjesë e vargut aty, por fjala kritikon, analizon, ekzaminon, gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrës. Unë ju thash, jo thjesht jetën nga jashtë, çfarë duket, po merret me mendimet, merret me motivat, sepse njeriu i bën ato gjëra që bën. Fjala e Perëndis, termi në greqisht për gjykon është kritikos. Interesant fjala, fjala e Zotit. Ky është termi që përdoret. Prej nga vjen fjala kritik. Domethënë fjala e Zotit është kritikja hyjnore, po them, e zemrës tonë. Vlerëson, peshon dhe gjykon mendimet dhe dëshirat tona të brendshme. Sa herë njeriu bën një shfaqje nga jashtë, ajo çka është nga brenda mbetet e fshehur, por nëpërmjet fjalës Zoti shkon përtej fasadës. Prandaj Zoti nuk e hedhim dot. Sepse jemi të ekspozuar përpara tij. Jo vetëm veprimet tona, por dhe motivet tona pas atyre veprimeve. Fjala e Zotit na shënjestron zemrën, aty ku askush tjetër nuk arrin dot. Fjala e Perëndis paraqitet si një shpatë gjykimi. Në fakt, kur të ndodh një ditë gjyqi, gjithë ata që i kanë thënë që unë i kam besuar Zotit, unë i kam besuar Zotit, aty do të duket. Sepse fjala e Zotit do t'i gjykojë. Do të duket nëse kanë qenë të vërtet, apo kanë qenë të rrem. Shikoni si shprehet Jezusi.
Kush më hedh poshtë mua dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon, fjala që kam folur. Ajo do ta gjykoj atë në ditën e fundit. Ne kur të studiojmë nga Mateu, që bëhet fjalë për profetët e rrem, aty është një pasazh i vështirë, dhe i rënd, ja së shpejt do ta shohim. Ata thoshin, Zot, Zot, po unë kam bërë këtë në emrin tënd, kam bërë këtë e aty gjë. Dhe Zoti thotë, nuk të njoh. Pasazhe vargjet vështire. Por kujdes me fjalën e Zotit. Ajo një motivet tona, brendësin tonë. Kështu është fjala e Zotit. Depërton thellë ndan në brendësi. Ajo bëhet një shpatë ekzekutimi pastaj. Bëhet një shpatë ekzekutimi. Shpatë me dy te. Pret, pa diskutim pret, po jep jetë gjithashtu. Ju mund thoni, po pritani, shpata jep jetë? Po pse jo? Ja do ta them si. Në fakt, të kuptojmë edhe anën tjetër të kësaj metafore. E njëjta shpatë që tremb rebelët, po them, e njëjta shpatë jep jetë ose shëron të penduarit. Shkrimi krahasohet me një bisturi kirurgjie në duart e mjekut hynor. Do ta shpreha kështu. Edhe mirë është që ai që dëshiron që të shpëtohet, të shpëtojë jetën e tij, ashtu siç ndodh me një pacient, ekspozohet ndaj mjekut plotësisht. Dhe mjeku kryen atë ndërhyrje kirurgjikale. Puna e mjekut është, me atë bisturinë e tij, të pastroj tumorin, që ose do të shprehesha në këtë mënyrë. Fjala e Zotit është një shpatë që pret. Edhe kur ne ekspozojmë veten tonë, i themi Zot, unë dua që ti të depërtosh në jetën time. Përmes fjalës, ne lejojmë fjalën e Zotit të depërtojë brenda nesh. Si mundet një njeri të mos e bëj të keqen, Psalmi 119, thuaj pjesën tjetër të vargut. Unë duke e ruajtur me kë? Me fjalën tënde. Fjala e Zotit, si ato samurajt, pret gjitha gjërat që s'duan, edhe mban zemrën tonë të shëndetshme, të pandikuar nga tumori i mëkatit. Sepse ne ruajmë fjalën e tij në zemrën tonë. Në zemrën tonë. Edhe ne nuk e kuptojmë, vëllezër motra dashur, se çfarë humbasim kur nuk kemi marrëdhënie me fjalën e Zotit. Edhe bijem në të njëjtin shembull mosbesimi që ran këta judejt për cilët ne po flasim aty në kontekst. Shumë e rëndë një gjë kjo. Kujdes, a kujton ti, thot Zoti, se unë nuk e di se kush je ti? Si është ti? Do ta shohim vargun 13, nuk do zgjatemi shumë aty. Fjala e Zotit është e tillë. Fjala e tij është pret mëkatin ton. Qëllimi i Zotit nuk është na shkatroj, por të na pastroj. Fjala e Zotit pastron. Prandaj ne kur vim në kishë dhe dëgjojmë që predikohet fjala e Zotit, duket sikur predikuesi, ai që predikon del këtu përpara, e ka me ty, ose thua e ka me mua, apo sepse fjala e Zotit të flet ty, depërton aty në zemrën tënde, të bën që ti të therresh në zemër, nëse unë do të përdorja atë fjalë, ajo ishte përdorur në një konotacion negativ për ata njerëz që dëgjuan Stefanin. Por fjala e Zotit depërton në zemër. Edhe kryen punën e saj. Mos i rezisto fjalës së Zotit. Mos i rezisto fjalës së Zotit. Ej, kur vim në kish, ta dish, nuk vim që ne të ndihemi rahat. Fjala e Zotit na bën që të mos ndihemi rahat. Sa e bukur është, sa e thellë, sa e thjeshtë, sa e vërtet, po aq edhe depërtuese. Të shpon aty ku duhet. Të lutem eja, mos e refuzo fjalën e Zotit.
Dëgjoja atë që Zoti ka për ty, sepse është për të mirën tënde. Shkrimi na pastron. Zoti heq çdo gjë të keqe dhe ndodh vetëm që ne të shohim vetveten, të kthehemi tek Perëndia me pendes. Ka shembuj të panumërt në Bibli. U kujtohet Davidi që mëkatoi, kreu ato mëkatet e tij vërtet të rënda. Edhe u përball, si për shembull rasti me Nathanin, me profetin e Zotit. Ai u kthye, u pendua. Prandaj është fjala e Perëndisë. Fjala e Zotit na përball, ne pendohemi dhe kthehemi. Pra qëllimi i shpatës, i fjalës së Zotit është që ne të pastrohemi, të pendohemi, të kthehemi tek ai. Përndryshe, një shpirt i shpëtuar, por një jetë e humbur. Kemi humbur busullën. Ajo çfarë bën të bukur fjalën e Zotit nuk është që vetëm Zoti na pastron me anë të fjalës, por Zoti na tregon dhe si të jetojmë. Na tregon se çfarë duhet bëjmë. Si duhet të ecim, çfarë vendimesh duhet marrim. Kjo është e bukur e fjalës. Se ndonjëherë për shembull kur shkon në punë, shefi i punës thotë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj atë. Ti thua, po si. Zakonisht shefat janë kështu, nuk do t'ja dijej si do ta bësh në përgjithësi, ka dhe nga ata që janë të ndjeshëm edhe të tregojnë dhe si. Zoti nuk është i tillë. Zoti të tregon se si ti bësh gjërat. Kjo është bukuria e fjalës së Perëndisë. Fjala gjithmonë mund të tregojë ndryshimin, edhe kur ato duken njësoj. Shikoni, ju kujtohet Solomoni, nuk dua të zgjatem me këto, por ai kishte një lutje. Zoti tha, kërko çfarë duash, unë do t'jap ty gjithçka. Edhe Solomoni tha, jepi pra shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar, thotë në mënyrë që të administrojë drejtsinë për popullin tënd dhe të dallojë të mirën nga e keqja. Kush në fakt mund të administrojë drejtsinë për popullin tënd kaq të madh. Zotit i pëlqeu. Ai nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi kamje, por kërkoi urtësi nga Zoti, që ai t'i jepte një zemër të zgjuar. Edhe ju kujtohet ajo ngjarja me ato dy gratë, fëmia i njërës kishte vdekur, edhe si mund ta gjenin se fëmia i kujt ishte, i kujt gruaje, ai që ishte gjallë. Edhe Solomoni me urtësinë e Perëndisë tha, si tha, më sillni një shpatë. Interesante. Po le ta presim, tha, ajo që se kishte, tha, po le ta presim, tha, të mos jetë as i asaj, as imi, ndërsa ajo që kishte fëmijën tha, jo, tha, të lutem, më mirë jepi asaj dhe lëre gjallë fëmijën. Interesante. Po Solomoni tha, më sillni një shpatë. Ai ishte shumë i urtë, kishte shumë urtësi Solomoni, jo se ai do ta bënte, por ai vuri në provë zemrën e atyre grave. Interesante simbolika se si është. Dalloi zemrën e nënës me anë të shpatës. Dashurinë e vërtet. Njeriu shprehet, zakonisht tek portofoli aty shkon mendja edhe dëshirat e njeriut, ndërkohë që Malakia 3:8 thotë, një njeri do të vjedh Perëndin, megjithatë ju më vjedhni dhe pastaj thoni çfarë të kemi vjedhur, të vjetën dhe ofertat. Njerëzit mund të duken mirë njësoj nga jashtë, por motivet janë të ndryshme. Le të mos bëjmë shaka me fjalën e Zotit. Kjo është një çështje e ndjeshme. Tregon se aty ku e kemi zemrën, aty do të veprojmë. Shikoni tek letra e parë e Korintasve 2 dhe vargu 13, unë po përpiqem të marr ato aspektet të jetës që janë të nxehta në jetën e besimtarëve. Te letra e parë e Korintasve 2 dhe vargu 13 thotë, për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga urtësia njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke krahasuar frymërisht gjëra frymërore. Pali tha, nëse unë jam interesuar për një standard, se si ti mas të gjitha gjërat në jetën time, unë e kam atë standard. Nëse unë dua të kem një busull në jetën time, se nga duhet të eci, unë e kam atë busull. Nëse unë dua një fjalë nga Zoti për jetën, për punën, për familjen, për marrëdhëniet, për të ardhmen, për vendimet që marr, a ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? A ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Pse njerëzit sot dëgjojnë mendime të shumë njerëzve që dalin çdo natë në televizion? Dhe janë të etur për të dëgjuar mendimet e tyre.
kur kanë një libër të mrekullueshëm që Zoti mëson për gjërat e jetës. Që askush prej tyre me qira fjalë nuk na mëson gjërat e jetës. Sepse fjala e Zotit është e gjallë. Ka jetë aty. Ka jetë aty. Edhe jo vetëm kaq, nuk dua të zgjatem me këtë, ja shumë pak kohë tek Hebrejt tu 4 vargu 13 thotë, dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij. Por gjithçka është lakuriq dhe zbuluar para syve të atij të cilit ne duhet t'i japim llogari. Nga ana historike, nëse nuk e dinit, për shembull kur bëni një flim në dhjetën e vjetër, zakonisht atë kafshën, po them ata e shtrinin me kuriz, edhe përballë atij që do të kryente flimin, ishte qafa, barku, që zakonisht për kafshët janë gjërat më të paprekshme, edhe në përgjithësi për to. Edhe tregon që përpara atij gjithçka ishte ekspozuar. Mora pak shembullin e kasapit gjithashtu. Vëllezër motra, fjala e Zotit na njeh. Edhe pse? Sepse fjala e Zotit është e gjallë. Ju mund thoni, po si ta kuptojmë këtë që fjala e Zotit është e gjallë? Unë do t'ju jap disa shembuj, por së pari le të them këtë gjë që asnjë krijesë në gjithë universin nuk mund t'i fshihet Zotit. Dhe Psalmi 139 vargu 7 thotë ku do të mund të shkojë larg fryrësate, ose ku do të mund të ikja larg pranisate. Vargu 11-12, po të them me siguri terri do të më fsheh, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Vetë terri vetë nuk mund të fsheh asgjë, madje nata shkëlqen si dita, terri dhe drita janë të barabarta për ty. Zoti shikon natën, ti nuk shikon, fut kokën në rër si struci. Zoti shikon natën. Asgjë nuk i humbet pranisë të tij, vështrimit të tij. Zoti na njeh shumë mirë. Ai sheh gjithçka ashtu siç është. Prandaj te Romakët 14:12 ku bëhet fjalë për vendgjykimin e Krishtit, kështu pra secili nga ne do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Prandaj Zotit intereson shumë jeta që ne bëjmë këtu. Jam shumë mirënjohës Perëndis që nuk i la këto 2 vargje kështu të izoluara, sepse vërtet janë vargje që të drithërojnë, janë edhe të frikshme, me thënë drejtën, duke kuptuar fuqinë e fjalës Perëndis, se sa e fortë është fjala e Zotit, që të bën të drithesh. Po nga ana tjetër shikoni pa kontekstin këtu. Vargu 14 thuhet, duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qejt, Jezusin birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton. Sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Ai na kupton se si e kemi jetën. Sepse dikush trembet nga fuqia e fjalës Perëndis. Fjala e Zotit ka fuqi. Kujdes. Na një mirë. Vërtet është një shpatë që jep jetë, por është një shpatë që pret, ka 2 tehe. Mund të pres një tjetër, po të pret me tehun tjetër ty. Kujdes. Por ama, thot, le t'i afrohemi pra me guxim fronit të kujt, të hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir. Janë 2 fjalë të veçanta në fjalorin e besimtarëve që Zotit i pëlqen që besimtarët i mësojnë që është mëshira dhe hiri. Për të pasur ndihmë në kohën e dur, Zoti jep mëshirë, Zoti jep hir. Fjala e Zotit vepërton aty midis shpirtit dhe frymës, ndan nyjet nga palcat, është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Merret me motivin. Çfarë ndot njeriu, thanë farisejt.
Zoti tha ato gjëra që janë nga brenda e ndotin njeriu. Ky ishte mësimi për dishepujt në fakt tek Marku kapitulli 7. Fjala e Zotit është i gjallë në fakt edhe vërtet nëpërmjet hirit të tij ne jemi pranuar dhe jemi mbuluar. Prandaj nuk duhet kemi një jetë të dyfisht. Vërtet mund të mëkatojmë sepse jemi njerëz, por shkojmë te Zoti, themi Zot, kam nevojë për hirin tënd, për mëshirën tënde. Kuptoj që nuk jam në rregull. Shpata jote më theri aty ku më dhimbte. Dhe pranon hirin e Perëndis, ndryshon edhe ecën përpara. Ecën përpara. Afrohu te froni i hirit me guxim. Me guxim. Zoti është i mirë. Le t'ju tregoj pak fuqinë e shkrimit, do ta mbaroj me këtë, janë vetëm vargje pa shumë koment. Tek Eksodi 9 dhe vargu 16 është Perëndia Atë, Perëndia, Alfa dhe Omega, që po i thot faraonit, pikërisht për këtë arsye të kam falur për të treguar fuqinë time dhe që emri im të shpallet në gjithë dheun. Ky është Alfa dhe Omega që po flet, Perëndia. Shikoni çfarë bën pali në dhjatën e re. Si e thot ai? I thot sepse shkrimi i thot faraonit, pikërisht për këtë gjë të ngrita që të tregoj tek ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun. Kush i foli faraonit? I foli Perëndia, Alfa dhe Omega, sikundër e thash, apo shkrimi? Vazhdojmë. Galatasit 3 vargu 8. Por shkrimi, duke parashikuar se Perëndia drejtson kombet prej besimit, ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë, të gjitha kombet do të bekohen në ty. Nga goja e kujt kanë dalë këto fjalë në dhjatën e vjetër? Tek Zanafilla kapitulli 12, nga goja e kujt? Me kë foli Abrahami? Me Perëndin. Amen? Ndërkohë që shkrimi ishte ai që parashikoi që Perëndia drejtson kombet dhe ja dha më përpara Abrahamit. Shkrimi ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë. Tani kush ja dha Abrahamit lajmin e mirë? Shkrimi apo Perëndia? Ka vetëm një përgjigje. Shkrimi është i gjallë. Pse? Sepse Perëndia është i gjallë. Amen? Nuk thotë që Perëndia është gjallë. Minëre, unë duhet të bëj ndryshimin. Perëndia është i gjallë. Është i përjetshëm. Fjala e tij, shkrimi i tij është i përjetshëm. Zoti na flet ne përmes fjalës së gjallë që është Krishti, përmes fjalës së shkruar që është Bibla, që është shkrimi. Edhe ai është i gjallë. I gjallë. Prandaj unë do t'ju inkurajoja. Kaloni të kohë me këtë libër. Kërkoni urtësinë në këtë libër si për një thesar të çmuar. Ta dëgjoni fjalën e Zotit, nuk e kemi idenë çfarë humbasim kur e lëm këtë libër. Mendojmë që jemi okay, nuk jemi okay. Nuk kemi për të hyrë, lejoni të them kontekstin, në prehjen e Zotit, praktikisht. Por do të kategorizohemi në një shembull mosbindje, vargu 11. Kujdes me fjalën e Perëndis, ai na njeh mirë, shkrimi. Di mirë se si jemi. Fjala e Zotit është e gjallë dhe vepruese. Më mpret se çdo shpatë me 2 te dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës, dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij, por gjithçka është lakuriq, ashtu sikundër morëm ato shembujt me flimet,
dhe zbuluar para syve të Atij, të cilit ne duhet të japim llogari. Le të ulim kokën gjithë. Ne mendojmë që Bibla është një libër i hapur. Është një libër i hapur për ne, por ne jemi një libër i hapur për Biblën. Fjala e Zotit është një pasqyrë gjithashtu. Kam disa pyetje për ne, për secilin për ne. Çfarë vendi zë fjala e Zotit në jetën tënde? A e beson ti Hebrejt 4:12 që ne lexuam, studiuam? A e beson ti atë? Dhe të inkurajoj sot që të jetojmë me fjalën, sepse kur jeta na çon poshtë dhe nuk kemi fuqi për të vazhduar, mbaj mend që ka shpresë për jetën tonë, ka qëllim për të ardhmen tonë, ka fuqi për udhëtimin tonë. Pse? Sepse ne kemi një fjalë nga Zoti. I shërbejmë një Perëndije që jeton, që është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë. Zoti dëshiron që ne ta përballemi me fjalën e tij për të inspektuar veten çdo ditë. Hetojo, Perëndi, zemrën time, thot psalmisti, dhe shiko nëse gjendet në një rrugë e keqe tek unë. Më drejto në rrugën e përjetshme. Provoj dhe njihi mendimet e mia. Shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe. Predikimi dhe mësimi i shkrimit zbulojnë motivet dhe qëndrimet tona, që të pastrohemi. Shumë më mirë është që fjala të na gjykojë sot, se sa të na dënojë nesër. Le të lejojmë shkrimin të bëjë punën e vet në zemrat tona, qoftë edhe duke prerë ndonjë pjesë të infektuar. Do të përjetojmë bekimin e korrigjimit, atëherë kur mund të pendohemi dhe të ndryshojmë. Nuk duhet ta injorojmë zërin e fjalës. Fjala e Zotit na vën në sprovë sinqeritetin e besimit tonë. Zitni njëri tjetrin çdo ditë për sa kohë thuhet sot, që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit, thuhet e letra e Hebrejve. Nëse ke mëkat të fshet në zemrën tënde, në jetën tënde, tani është koha ta rrëfesh dhe ta heqësh qafe. Kush i fshesh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi. Por ai që i rrëfen dhe i braktis ato ka për të fituar mëshirën. Fakti që të gjitha janë zbuluara para Zotit është një kujtesë që ne të jetojmë çdo ditë në dritë. Perëndia na sheh. Kjo na mban larg mëkatit, edhe kur askush s'na shikon. Kjo quhet frika e Perëndis. Frika e Zotit është fillimi i njohjes. Kjo frikë e kombinuar me sigurinë e dashurisë së tij, të hirit të tij, prodhon jetë dhe nderon Zotin. Shenjtëroj ata në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërtetë. Fjala e Zotit na plagos vetëm që të na shërojë. Zoti lëndon, na fashon që të na shërojë. Ai na do pa mas. Ai na do pa mas. Le ta vëmë veten nën predikimin dhe mësimin e pastër të shkrimit. Fjala e Zotit na jep jetë, na mpre si shpata kundër mëkatit. Na rrëmon zemrat, na vendos para syve të Zotit të shenjtë. E janë të ecim bashkë me Zotin. E janë me familjen tuaj. Të ecim së bashku. Nuk kemi për të ndjerë rahat, por do dalim të transformuar. Qofse Zotit ka folur sot, ka vënë gishtin e tij në zemrën tënde. Të ndjerë peshën e fjalës tënde sa e rëndësishme është, ndoshta sot do të thuar Zotun dua që çdo ditë kaloj kohë me shkrimin, me fjalën tënde. Lexo një kapitull, 2 kapitull, 3 kapitull, 4, sa të duash në ditë. Thuaj Zotit, Zotun dua që fjala jote të depërtojë në zemrën time. Është një fjalë që ka fuqi.
Dua, Zot, që të jem një njeri i fjalës tënde. Qofse Zoti ka folur ti e di mirë, le të marrim pak momente në heshtje e do të lutemi bashkë. Lutem thuaj Zotit nevojën tënde. Po të falenderit për fjalën, falenderit Zot për shpatën e frymës. Falenderit Zot që ti je i gjallë, Zot, shkrimi është i gjallë. Falenderit që fjala jote është e gjallë dhe vepruese. Falenderit për fuqinë e fjalës, për fuqinë depërtuese të saj. Falenderit Zot që pret ato pjesë tumori brenda jetëve tona. Falenderit o Zot që ti lëndon edhe pret, por na fashon plagën që të na shërosh. Falenderit Zot për shpatën e frymës, po falenderit për mëshirën dhe hirin tënd. Zot, ti nuk dëshiron që ne të bijem në të njëjtin shembull mosbindje. Por do, Zot, që të jemi bërës të vullnetit tënd, të misionit tënd në këtë botë. Falenderit për të vërtetën tënde. Lutemi, Zot, që fjala jote të punojë në zemrat tona. Falenderit që kemi mundësi të kemi marrëdhënie me këtë fjalë të gjallë. Të jetojmë sipas vullnetit tënd, Zot. Ja vlen. Faleminderit për bekimet e tua. Na ndrysho zemrat, Zot. Na bëj gati edhe për konferencë, që t'japim ty lavdi. Të dua dhe lutem në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus.